Unë mendoj që boshllëku është në trut e atyre që nuk i dhanë drejtim. Kështu e nisi kryeministri Edi Rama argumentimin publik të nismës ligjore me firmën e tij dhe 2 përfaqësuesve të tjerë socialist për ndryshimin e kodit të procedurës penale, ku do të përcaktohen funksionet kushtetuese që nuk mund të pezullohen me vendim gjykate, pasi kushtetuesja nuk arriti të marrë një vendim të prerë. Fryma e kushtetutës dhe orientimet themelore të kushtetutës nuk mjaftojnë. Praktikat e të gjitha vendeve të cilave ne u ngjajmë apo përpiqemi të ngjajmë dhe më shumë nuk mjaftojnë, atëherë duhet bërë neni me të gjitha përcaktimet funksion për funksion. Shefi i majorancës nga mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste theksoi se nuk janë ndryshime që cënojnë punën dhe pavarësinë e drejtësisë. Askush nuk duhet mendoj se ka në dorë dhe gurin dhe arrën për ta goditur këtë shumicë qeverisëse. Ashtu sikundër, askush nuk duhet ta mendoj se kjo masë apo të tjera masa që ne do të marrim në vijim kanë të bëjnë me ndonjë lëkundje të vullnetit ton për të mbështetur pa rezervë pavarësinë e sistemit drejtësisë. Porcolli edhe një mesazh për prokurorët e gjykatësit. Vendimet tona janë sovrane dhe nuk ka prokuror dhe nuk ka gjykatës që t'i vërin diskutim dot. Në cilësinë e kryeministrit tha se nisma ligjore e Partisë Socialiste nuk ka lidhje me rastin e zëvendës kryeministres, e cila siç zbuloi i ka paraqitur 3 herë dorëheqjen. Jam unë që kam refuzuar dorëheqjen, sepse dorëheqje nën presionin e një fuqie që ka dalë nga territori i vet dhe është futur në territorin e pavarësisë pushtetit ekzekutiv nuk ka. Dhe për të bërë ndarje të qartë, kërkesa e SPAK për imunitetin e numrit 2 të qeverisë do të shqyrtohet para votimit të ndryshimeve në kod. Dhe kuvendi menjëherë njoftoi se Këshilli i Mandateve do të mlidhet me 23 shkurt. Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kalojë në votë ky ndryshim. Para socialistëve, Rama riktheu kritikat ndaj drejtësisë për masat shtrënguese me paraburgim, por edhe për atë që e konsideron si presion ndaj administratës. Ne duam një drejtësi të pavarur, fatmirësisht e kemi sot aq të pavarur saqë një prokuror në një rreth lëshon 33 masa arresti dhe harron të arrestoj vetën e vet. Punojësit e administratës nuk janë shënjestra për të mbushur prokurorët CV-n e tyre që të paraqiten nesër si kandidat të ardhshëm për prokurorinë speciale. Është bërë e patolerueshme ajo që ndodh në prokuroritë e rrethave, me fletët e arresteve që shpërndahen si të ishin ftesa për dasëm. Por krahas kritikave përsëriti mbështetjen për institucionet e reja të drejtësisë, përtej atyre që i cilësoi zhgënjime mes socialistëve. 100 herë të kthehesha, 100 herë do bëja të njëjtën gjë dhe e them këtë siç e them jashtë kamerave.